Ky diskurs që ne do të fokusohemi në reformat është një lloj arratisje nga realiteti, është një mospasje e guximit për t'u përballë me këto problematika dhe është një diskurs që shërben kryesisht për konsum brendshëm, në kuptimin për t'i rehatu votuesit, trupin votues psikologjikisht, dhe është gjuhë populiste në kryesisht, dhe ai ka shumë qartë. Çdo kush prej ne kemi qartë që këtyre çështjeve dhe këtyre pyetjeve nuk do mund t'u hik apo nuk do mund t'i shmang. Starti, le të themi, i këtij ndryshimi të qeverisjes, le të themi, këtu është edhe presidenten, ishte le të themi kështu pak më agresiv, më emocional, dhe e dini që presidentja betimin e saj në kuvent e bëri duke anashkaluar praposhtesën Republika e Maqedonisë Veriore, por tani nëse e shihni ka një reterim tek garnitura tani më qeverisë pushtetare, dhe kjo u dëshmua di apo pardje kur Hristijan Mickovski u betua apo e lexoi deklaratën e betimit sipas emrit kushtetues. Dhe kjo dëshmon që megjithatë ato do jenë racionale në këtë drejtim dhe besoj që nuk do lejojnë që le të themi të getoizohemi kushtimisht, të përjashtohemi apo të izolohemi nga zhvillimet e proceset rajonale dhe globale, dhe nuk do të hyjmë në atë filmin e sundimit apo pushtetit 10 vjeçar të Nikola Gruevski, që ne do hamë edhe dru edhe bar, ama identitetin apo nuk e di çfarë apo emrin nuk e japim. Sigurisht u kam përshtypjen që edhe reagimet fuqishme të Greqisë para së gjithash, paralajmërimet e Greqisë dhe të faktorit ndërkombëtar luajtën një rol të rëndësishëm në këtë reterim, nëse mund ta quajmë tu, për arsye se ato e bën shumë qartë që rruga evropiane, por jo vetëm rruga evropiane, do të bllokohet nëse ju nuk tregoni përgjegjësi institucionale dhe leadership për të respektuar marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat janë të ratifikuar dhe janë të obligueshme për çdo qeveri që do vijë në të ardhmen. Në kundërtën, nëse ato vërtet janë atë sigurt të vetë atyre, atë lirisht mund marrin iniciativë për ta shfuqizuar marrëveshjen e Prespas, dhe kjo do ishte shumë më korrekte politikisht.